pas fitores, zoti Magyar, tha që ne do vazhdojmë të marrim naftën nga Rusia. Rusi s'kemi çfarë i bëjmë sepse jetojmë këtu, ne do detyrohemi të bashkëjetojmë me ata, jemi të destinuar të bashkëjetojmë me rusët. Në qoftë se më merr zoti Putin, unë do ja hap telefonin dhe do bisedoj me të. Më pas për emigracionin e jashtëligjshëm e ritheksoi dije, por edhe gjatë fushatës ka pasur madje një retorik më të ashpër se e kryeministrit Orban, duke akuzuar Orbanin si shumë tolerant për sa i përket emigracionit të jashtëligjshëm. Magyar është kundër kuotave për punonjësit sezonal që vinë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian. Në lidhje me Ukrainën ka pak a shumë të njëjtin qëndrim si Orban, madje dije tha që ne do duhet të diskutojmë seriozisht me Kievin dhe ata do duhet të reflektojnë kërkesat që ka Budapesti për sa i përket minoritetit hungarez në Ukrainë. Pra, pak a shumë në tezat kryesore janë një të linjë. Dhe edhe për këtë kredin prej 90 miliardë euro që Brukseli do t'i japi Ukrainës, Magyar tha unë nuk do t'i ndaloj, po Budapesti zyrtar nuk do të ketë bëj asgjë me këtë kredi që do t'i jepet. Nuk i kemi mundësitë ekonomike që ta ndihmojmë Ukrainën me kredi. Pra, janë të njëjtat linja aty.